Me vendime të veçanta, Spanja dhe Italia njoftuan dërgimin e anijeve të marinës për të asistuar flotën me ndihma për popullin në Gaza, që synon të përçajë bllokadën e Izraelit dhe të shpërndajë ushqimet. Vendimet e marra në Rom dhe Madrid janë një përgjigje ndaj sulmit që u bë flotës së 10 anijeve me aktivistët që raportuan 13 shpërthime dhe lëshimin e objekteve të paidentifikuara nga një skuadrilje dronësh. Qeveria italiane e dënoi sulmin e kryer dhe dërgoi fregatën Fasan për të asistuar anijet e vogla me shtetas italian që po marrin pjesë në nismën e dërgimit të ndihmave në Gaza. Ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto deklaroi se Roma zyrtare informoi shtetin hebre për vendimin e saj, ndërsa kryeministria Giorgia Meloni dënoi sulmin ndaj flotës, por e cilësoi nismën e aktivistëve të rrezikshme dhe të papërgjegjshme. Ajo propozoi një plan për dorëzimin e ndihmave Qipros dhe Patriarkatit Latin të Jeruzalemit që më pas do të kujdesen për shpërndarjen e tyre. Në të njëjtën mënyrë, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez njoftoi angazhimin e një anijeje patrull të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për të mbrojtur dhe asistuar flotën. Qeveria spanjolle kërkon që të zbatohet ligji ndërkombëtar dhe që qytetarëve tanë u garantohet e drejta për të lëndruar të sigurt në mesdhe, deklaroi Sánchez. Izraeli ka përsëritur vazhdimisht se nuk do ta lejojë flotën që të arrijë rripin e Gazës, duke pretenduar pa dhënë prova se ajo është organizuar nga lëvizja islamike e Hamasit.